Sipas të dhënave, Korea e Veriut ka dërguar mbi 100.000 ushtarë në Rusi për të luftuar për Rusinë dhe pyetja është pse. Tani po ja u tregoj sepse ky është një lajm I fundit, nuk bëhet publik dhe thuhet është një teori konspirative sepse mendohet që I kanë zbuluar shërbime sekrete evropiane, por ndërkohë gjithë Rusia është bllokuar gjithandej. Dhe çfarë po ndodh? Sepse nga lajmet e fundit tregohet që edhe vetë Putin është friksuar dhe është tërhequr në bunkeret e tij, pra që gjenden rreth 18 kilometra nga Kremlini. Atëre, si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi bërë bashkë. Pra, tregohet që para pak muajsh vetë Kim Jong ka dërguar mbi 100.000 ushtar drejt Rusisë. Madje, sipas të dhënave gjithmonë konspirative, tregohet që 4.600 prej tyre janë vrarë dhe janë kthyer trupat e tyre, ata që kanë gjetur, pra janë kthyer në Koren e Veriut. Por pse Korea e Veriut do të ndihmoj Rusinë? Pra kaq e dobët që ngërka Rusia? Jo, sepse me sa duket Jung, pra Kim Jong, është ofruar vetvetiu, sepse Rusia I pas ka dërguar disa programe ose direkt disa raketa super të sofistikuara të teknologjisë së fundit. Pra I ka dërguar në Koren e Veriut. Madje e ka ndihmuar edhe ekonomikisht rreth 47 milion dollar, pra vetëm vitin e kaluar. Dhe kjo ka bërë që Kim Jong pra të tregohet vullnetar, pra nga ana e tij me ushtarët dhe të ndihmoj Rusinë. Po pse duhet të jetë kaq e dobët sipas mendimit të ndokujt Rusia që të mund ta ndihmojë Korea e Veriut? Nuk është as pak kështu, por momenti I tanishëm është shumë delikat për Rusinë. Me sa duket, Rusia është bllokuar gjithandej, duke filluar që nga Gjermania, por edhe nga vendet e tjera, edhe njëkohësisht tërë Evropa, madje edhe nga ana e Amerikës. Madje duhet të dini që vetë Vladimir Putin është shprehur, sipas të dhënave gjithmonë konspirative, le ti marrim këto si konspiracion, por thuhet që vetë Vladimir Putin është friksuar direkt nga Amerika, sepse duhet të dini që ndonse në vitin 2024 Rusia, pra Vladimir Putin, ndaloi komunikimet me rrjetet sociale në vend, pra në Rusi. Por kjo nuk mund që të frenoj teknologjinë që mund të vi nga jashtë, pra teknologji super e avancuar. Në këtë rast, pse po themi këtë? Sepse Vladimir Putin që ngërka strehuar tani kohët e fundit, në fakt nuk po bën shumë takime, I bëjnë sozit e tij ose ndoshta kush për të, por është strehuar shpeshherë dhe vazhdon të strehohet në bodrumet e tij dhe njëkohësisht kur shkon jashtë Kremlinit në bunkeret që gjenden jashtë Kremlinit. Sepse sipas gjasave tregohet që ai shërbime sekrete kanë zbuluar që duan t'i bëjnë një atentat. Dhe kush do të jetë atentati? Ai sipas të dhënave nuk është zbuluar edhe nga vetë Putin se çfarë atentati duan t'i bëjnë. Por ai është I bindur që do t'i bëjnë, kërkojnë që t'i bëjnë një atentat. Dhe sipas gjasave, problemi kryesor mund të jenë pikërisht dronet, sepse duhet të dini që droni, nëse të lidhet me inteligjencë artificiale, mund të edhe të programohet në një mënyrë të sofistikuar, mund të udhëtojë mijëra kilometra derisa të gjejë objektivin dhe ta vrasi në momentin që e gjen. Pra mendohet që ai ka frikë pikërisht nga Amerika, sepse duhet të dini që ato programet ose klodet ose ato softwaret që përdoren për inteligjencën artificiale përdoren, me fjalë prodhohen direkt në Amerikë. Dhe kjo është frika e tij. Ndaj pra ai tani, pra Vladimir Putin dihet I bllokuar nga të gjitha anët dhe ndonse është I ndihmuar, siç thamë më përpara, nga Korea e Veriut dhe nga vendet e tjera të BRICS-it që gjenden aktualisht. Por duhet të dini që në BRICS, ndonse janë që të gjitha leat mes njëri tjetrit, nëse keni vënë re, për shembull Kina, thotë që Rusia e gjen vetë rrugën e saj dhe ndihmon vetvete, nuk ka nevojë që ta ndihmojmë ne. Dhe pyetja është pse? Pse Kina nuk futet pra që të ndihmojë, si për shembull edhe Iranin? Duhet të dini që në Iran, me Iranin, Kina ka humbur, pra kohën që ka humbur tani për të marrë naftën që ja ka ndaluar Amerika, ka humbur pothuajse 38 deri në 40% të ardhurave financiare. Nuk është një gjë e vogël, kjo është një gjë gjigande që, pra një ekonomi e madhe që mund të shkatërrojë Kinën me kalimin e kohës.
ndose ka rezerva të naftës, ka rezerva të energjisë elektrike, por sidoqoftë, kjo situatë është tepër delikate për Kinën dhe Kina është ky fakti që nuk shprehet publikisht. Pra, në këtë rast edhe me Iranin, por edhe me Rusinë, por lëvron dhe lëviz në mënyrë individuale. Në fakt, tregohet që në një takim shumë sekret të bërë mes Xi Jinpingut dhe Vladimir Putin, gjithmonë në heshtje, pra nuk është bërë publik një takim i tillë, tregohet që kanë rënë dakord pikërisht për këto, kanë bërë një marrëveshje që në qoftë se edhe sikur nuk do të kenë një sinjal të vetëm, pra një sinjal marrëveshje që në qoftë se do të ndizet ajo dritë e kuqe apo çfarë dritë kanë vendosur ata, të dy pra shtetet, qoftë Rusia së bashku me Kinën, do të përballen me arsenale ose edhe me ushtar kundrejt një force të madhe, në këtë rast për shembull ose kundër Evropës ose kundër edhe Amerikës. E di që për dikë tani do të duket kjo sigur është një luftë e tretë botërore. Nuk po flasim këtu për luftra me arsenale, me një fjalë me bomba atomike ose me raketa, sepse nëse do shpërthejnë këto është fundi i njerëzimit. Kjo është e padiskutueshme. Duhet të dini që për të shkatëruar gjithë planetin mjaftojnë 50 nga këto bombat atomike. Mjaftojnë 50 prej tyre që në qoftë se do të shpërthejnë në gjithë planetin, shkatërrohet gjithë planeti dhe këmbë njeriu nuk do të mbetet për mijëra vjet. Ky është një fakt i dokumentuar, nuk është se e them unë, por e thonë specialistët. Por problemi është që ne kemi me mijëra bomba atomike, nuk janë 50, janë mijëra. Merreni mend që vetëm Rusia ka 5500, 7.000, sa ka, 5.500 duket ka Amerika, por kanë edhe vende të tjera, pra nuk mundet që të shpërthejnë këto bombë për vetëm arsye sepse do të shkatërrojnë vetveten. Kështu që nuk mundet që të jetë. Megjithatë, ajo që kam kuptuar pra në këtë situatë vërtet delikate është me të vërtetë që Vladimir Putin kohët e fundit është friksuar, jo është friksuar sepse ka frikë se do t'i bëjnë atentatin, por thot me fjalë, sipas mendimit tim, një vend si Rusia që t'i bëjnë një atentat një presidenti, kjo do t'ishte me fjalë që nuk do të harroj kurrë dhe do të cilësoj dhe vet ai si një Hitler i dytë. Në fakt e kishin filluar para 3-4 viteve dhe duan që ta çojnë këtë, pra të ketë një konkluzion emri i tij që mos të përmendet më. Në fakt ai këtë ka frikë, nuk është se frika dhe ka dhe frikën e popullit, sepse nëse keni vënë re është shumë nacionalist, ai e do shumë popullin e tij, njëkohësisht edhe populli e do Vladimir Putin. Mirpo ka gjasa që ai është friksuar edhe nga aleatët e tij brenda Rusisë. Tregohet që disa nga kundërshtarët e tij, pra të partisë opozitare, të opozitës, tregohet që kanë kohët e fundit janë bërë aleat me disa dogma dhe doktrina të vendeve fqi, pra të Evropës apo dhe të Amerikës. Megjithatë, është një situatë vërtet delikate, nuk është për t'u nënvlerësuar, sepse nëse do të preket sadopak, jo vetëm Putin, por edhe Rusia, unë them që këtu nuk do të ketë më pra përplasje me armë të vogla, por gjithmonë me armë të rënda. Dhe doja një përgjigje të paktën ose një diskutim të përbashkët që mund ta diskutojmë këtu. Sot ka fest këtej, kështu që më falni për këtë, por doja që mos i lija pa një informacion sot, sepse ky është informacioni i fundit ku sipas BBC-s dhe ABC-s Vladimir Putin pra është friksuar se ka shumë gjasa që po kërkojnë t'i bëjnë një atentat. Pres komendet tuaja. Kalosh i bukur.